Mbrëm pas mesnate në rrugën 29 nëntori në Tetov, zyrtarët policor të SPB Tetov kanë privuar nga liria personin AB 20 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se një ditë më parë, rreth orës 22:30 e ka sulmuar fizikisht gruan e tij, me të cilën nuk kishte kuror. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të përgatitet parashtresë përkatëse. SPB Tetov ngriti kallëzim penal kundër një personi juridik nga Tetova, BI 45 vjeçar, drejtuesi personit juridik dhe AI 48 vjeçar, të dy nga fshati Reqice e Vogël, rajoni i Tetovës, për shkak të dyshimit të bazuar për vepër të kryer penale, shkatërim ose dëmtim i instalimeve publike. Më 10 tetor 2025 në rrugën 29 nëntori në Tetov, derisa i denoncuari i tretë po kryente punime ndërtimore për personin juridik me një makinë pune ekskavator, i kishte kapur kabllot nën toksore elektrike me tension të lartë dhe i ka dëmtuar dy kabllot që përçonin energji elektrike nga termocentrali kryesor në Tetov në vendbanimet e poshtme. Në Tetov dhe fshatrat përgjatë luginës së Vardarit, të komunës së Zhelinës dhe komunës së Jugunocit, të cilët mbeten disa orë pa energji elektrike. SPB Tetov ngriti kallëzim penal kundër RU, 18 vjeçar nga fshati Zhelin, rrethina e Tetovës dhe një 16 vjeçar nga fshati Grupçin, rrethina e Tetovës, për shkak të dyshimit të bazuar për vepër të kryer penale dhunë. Më 22 tetor 2025 në një objekt hotelerik në Tetov, të denoncuarit i sulmuan fizikisht AR 19 vjeçar nga rrethina e Tetovës dhe një 15 vjeçar nga rrethina e Tetovës, me çast i denoncuari i parë përdori dhe një send të fortë.